vetja, po flas për veten zakonisht. Nëse ti punon, nuk ki mo arsye për me bo budallaqe ose nuk t'jepet mo hapësira sepse ti mendon për punë. Unë prej moshës 17 vjeçare punoj. Edhe jo mundu sa do pak mi angjit dorën familjes. Edhe nuk kom pas kohë që me dal edhe me marrë me gjanat. Për atë arsye po flas, ndoshta edhe kanë qenë edhe kushtet pak më ndrysh, familja nuk i ka pas ato mundësit, domethënë ka qenë rrugë e babit, prind që është polic dhe jemi shkollu të gjithë, domethënë 4 fëmijë me atë pjesë. Edhe domethënë mua ka tërheq që me vazhdu me punu vetë dhe me ngjit dorën familjes, edhe për çata mendoj që jam liru nga pjesa që me u merr me budallaqe tjera. Unë mendoj që fakti kryesor ose fakti bazë është edhe tek pjesa që ti e ki dëshirën për punë. Momentin që ti e ki dëshirën për punë, këto tjerat mbesin shumë mas. Linda, ka shumë gra të tilla që ndoshta të kërkojnë këshilla sa i përket fëmijëve të tyre? Po, ka patjetër, sidomos në kohën e adoleshencës që